Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis një tavë me presh dhe me mish të grirë. Për këtë tavë kam 800 gram presh, e kam larë, e kam pastruar dhe e kam grirë holl. Kam një kokër qep të grirë, 200 gram mish të grirë, kemi vaj, salcë, krip, piper dhe limon. Unë kam shtrydhur 2 kokra limon, varet faktikisht dhe sa lën ka limoni, është po themi një filxhan kafe. Limonin ja shtoj 10 minutat e fundit në tavë që unë do ta shikoj që tava po përfundon, po themi. Si fillim do shtojmë në tigan preshin dhe do fillojmë do ta skuqim. Kam shtuar në tigan vajin, do shtoj edhe preshin. Avash do ta kavurdisim derisa të bjerë pak volume. Atëherë kam disa minuta që po kavurdis preshin, do t'i shtoj pak krip, por jo shumë, sepse do t'i shtoj edhe mishit të grirë që do bëj. Atëherë pak krip, pak piper, një të trazuar në fundit dhe kemi gati. Të shpërndahet kripa dhe piperi gjithandej. Mishin e grirë, preshin siç e kemi, do ta shtojmë tek tava që neve do ta pjekim, do ta gatuajmë. Preshin e kam shtuar te tava që do ta gatuajmë, do ta pjekim, po te njëjti tigan do shtojmë pak vaj dhe do kavurdisim qepën. Pasi kam skuqur për pak qepën, do shtoj mishin e grirë, ta ndihmoj me lugë që të hapet mirë, ose na bëhet me kokriza, dhe do ta skuqim tash me qepën. E kemi kavurdisur për disa minuta qepën me mishin e grirë, do shtojmë kripën. Nëse keni dëshirë mund të shtoni edhe spezjegës, unë po shtoj piper të zi. Do shtojmë edhe salcën. Pasi është përzier shumë mirë salca me mishin e grirë, do ta fikim dhe do ta shtoj mishin e grirë sipër preshit. Atëherë preshin e kavurdisëm kam me pak krip edhe piper dhe e shtuam tek tava që do ta gatuajmë. Sipër preshit do shtoj mishin e grirë, të cilin e kemi kavurdisur për disa minuta në zjarr. Në qoftë se keni dëshirë mund të shtoni spec djegës. Është sipas dëshirës, nëse i keni qejf pikante. E hapim mirë mishin e grirë tek tava. Sipër do t'i shtojmë ujë. Do ta fusim në furrë në 200 gradë. Do ta lëmë aq sa të shikojmë që preshi i gatuar mirë. Dhe do ta lëmë me yndyrë, jo me ujë. Tham 10 minutat e fundit që e shikojmë që është gatuar preshi, do t'i shtojmë lëngun e limonit. Gjithmonë nëse se keni dëshirë. Nëse se keni dëshirë, atëherë mos e shtoni. Tavën tonë kemi gati, do ta fus në furrë, ta mbulojmë me letër si fillim, me letër alumin, dhe do ta fusim në furrë. Tham në 200 gradë gjithsa ta shikojmë që të ketë pirë ujin dhe të ngelet me yndyrë në vet. Tava me presh me mish të grirë ka përfunduar, del super e shijshme. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.